Sulm me thik në Conegliano, viktim një ushtar amerikan, autori një shqiptar. Një sulm me thik i ndodhur natën mes së shtunës 27 dhe së dielës 28 dhjetor në Conegliano, Itali, tronditi zonën përreth një lokali natë, viktime e agresionit mbeti një ushtar amerikan 28 vjeçar i stacionuar në bazën e Shtetit të Bashkuar në Vicenza, i cili ndodhi në shoqërinë e një gruaje 37 vjeçare. Ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit jashtë lokalit Club Vibes, ku çifti u përfshi në një debat me një grup të rinj nga Evropa Lindore të njohur të gruas. Diskutimi përshkallëzohet me dhunë dhe ushtari goditet me thik në park. Banorët njoftuan shërbimet e emergjencës pas ulurimave të gruas dhe të dy personat u dërguan në spitalin e Coneglianos. Plagosja e ushtarit rezultoi si përfaqësore dhe jo kërcënuese për jetën. Ai u lirua dielën në mëngjes pas një prognoze për 10 ditësh, ndërsa gruaja pësoi vetëm dëntime të lehta. Karabinierët fal pamjeve të kamerave të sigurisë identifikuan autorin e dyshuar, një shtetas shqiptar, bashkëqytetar i gruas 37 vjeçare. Hetimet paraprake tregon se motivi dyshohet të ketë qenë xhelozia pa lidhje sentimentale apo familjare mes autorit dhe gruas. Drejtuesit e Club Vibes theksuan se ngjarja ndodhi në rrugë publike dhe personat e përfshirë nuk kishin lidhje me klubin.